qarta dhe duhet të respektohen. Ato aspirate janë që propagandimore që Ukraina të bëhet një nga shtetet në të ardhmen të Bashkimit Evropian të qeverisura në mënyrë demokratike me standarde dhe principe demokratike. Gjithçka varet nga Putini dhe regjimi i tij. Në momentin kur Putini me të vërtetë dëshiron paqë dhe dëshiron ta njohë të drejtën e popullit Ukrainas që të qeveriset vetë, me respektim të drejtave të njeriut të gjithë qytetarëve brenda Ukrainës, atë ditë do të ketë paqë. Mirë po, unë mendoj që Ukraina është vetëm fillimi i një tentative të rikthimit të regjimit të Putinit për shtrirje të ndikimit politik dhe ushtarak jashtë territorit, si pikpamje ekspansioniste. Absolutisht. Në gjithë Evropën lindore dhe pas edhe në atë perëndimore. Nëse i shohim përgatitjes sot të gjitha shtetet anëtare të NATO-s, ata marrin shumë seriozisht atë kërcënim. Kështu që Ukraina nuk është për Putinin qëllimi i fundit, është hapi i parë i shtrirjes jo legjitime të ndikimit të... Po qarë, po cili do tjetë roli Amerikan për arsye se ekziston një lloj bindje, një lloj përshtypje, zoti Shehu, edhe me këtë përplasjen euro-amerikane që perëndimi ja ktheu shpinën Ukrainës dhe po sakrifikohet Ukraina eventualisht në një marrëveshje Amerik-Rusi që do ta bënte Ukrainën të coptohej, të ndahej, edhe pjesë si Luhansku, Donbasi, pastaj edhe pjesa e gatishmit të Krimes t'i takojnë Rusisë eventualisht. Ajo i takon negociata midis Ukrainës dhe Rusisë në të ardhmen. Mirë po në baza, duhet të ndërtohet së pari baza e respektimit të vullnetit të qytetarëve të Ukrainës. Dhe pjesa e Krimes, pjesa e rajonit të Donbasit do të jenë pjesë e negociatat midis shtetit të Ukrainës dhe shtetit. Mendoj që administrata Trump ka momentin e ka vullnetin që të arrihet ajo paqë, sepse ajo nuk është paqë vetëm për Ukrainën, mirë po është paqë edhe për gjithë Evropën. Me disponimin e tanishëm të Putinit, nuk shohim ndonjë përparim që ai të kthehet idesë së krijimit të një ambienti që mundson një paqë të qëndrueshme. Pra pavarësisht të vullnetit të Trump, kur nuk ka vullnet të Putinit nuk mund të ketë marrëveshje, kjo i bie kështu. Ato e tha edhe vetë presidenti Trump. Nëse i referohem presidentit Trump, do dua një postim të tij për ta rikthyer pak vëmendjen këndej, me që ju jeni njohës shumë i mirë i politikës amerikane edhe i politikës jashtme, sidomos presidenti Trump tha Irani dhe Izraeli duhet të arrijnë një marrëveshje dhe do të arrijnë një marrëveshje ashtu siç bëra që India dhe Pakistani të arrinin në atë rast duke përdorur tregtinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për cila arsye kohezion dhe kthjellësi në bisedimet mes dy udhëheqësve të shkëlqyer që morën shpejt një vendim dhe ndaluan. Po ashtu gjatë mandatin tim të parë, kjo është fjalia që ka marrë shumë vëmendje këtu, thotë Serbia dhe Kosova ishin përfshirë në përplasje të ashpra siç kanë qenë për dekada me radhë dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të shpërthente në luftë. Thotë unë ndalova atë, në klapa thotë Biden i ka dëmtuar perspektivat afatgjata me disa vendime shumë të gabuara, por unë do ta rregulloj përsëri. I referohet edhe pjesëve tjera, por do të ndalem këtu. Çfarë paralajmërimi, si mund të merret ky paralajmërim për Kosovën, zoti Shehu? Në dy nivele, në aspektin e kundërshtive, kundërshtive deklaratave politike midis dy partive, dy presidentëve, ajo i takon popullit amerikan, i takon qeverisë amerikane. Aty ne si Kosovë, si kosovar, nuk duhet të ndërhyjmë. Absolutisht nuk edhe pse është ndërhyrë në shumë raste. Komentojmë. Tash në nivelin e dytë që ka na intereson neve si shteti i Kosovës për forcimin e shtetësisë tonë, për rrugën tonë euroatlantike, për integrimin tonë në NATO, për ndërtimin e një shoqërie prosperuese dhe demokratike, domethënë. Mitësia dhe partneriteti është rrugë dykoshe. Dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se cila është administrata e cila menaxhon, po ka vullnetin e ka votën e qytetarëve amerikanë që të menaxhoj, ne duhet jemi shumë të përkushtuar dhe të sinqert në partneritetin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket administratës,
mendoj që kemi humbur shumë kohë dhe është koha tani që të bëjmë gjithçka që është e mundur që administrata amerikane, qeveria amerikane të merr udhëheqjen e procesit të përmirësimit të marrëdhënieve midis shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ne po e shohim që bashkimi... A është ky një lloj paralajmërimi që Amerika do merr rol më aktiv mes Kosovës dhe Serbisë, apo është thirrje që Amerika ta bëjë një gjë të tillë në një moment kur në Evropë ka shumë pikpyetje të hapura dhe ka shumë përqasje shumë më ndryshe? Po, nuk ma mërmendja që presidenti amerikan bën thirrje, unë po shpresoj... Jo, po thonë thirrje juaj në kuptimin që Amerika të merr si pozicion politike, kam fjalën. Kjo është thirrja ime pushtetarëve tanë, qeveritarëve tanë që të jenë më të përkushtuar dhe të gjejnë mënyra që të inkuadrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të marrin udhëheqjen e këtij procesit të dialogut. Mendoj që pa involvimin e drejt për drejt të SBA-s në procesin e dialogut, ky proces nuk do të shkojë asgjë. Përkundrazi, koncesionet që i shohim ndaj shtetit serb, ndaj regjimit të Vučićit, nga shtetet e Bashkimit Evropian, janë shumë të dëmshme pozicionit dhe interesit të Kosovës. Nuk druani për një marrëveshje shembull të shpejtë që mund të bëjë, që mund të ishte një marrëveshje shembull me dëme. Po e hapim thojzat, mund të kthehen idetë e ndryshimit kufive, idetë të cilat më herët nuk është që kanë qenë krejt në tavolinë, dhe nuk është që krejt kanë qenë të përjashtuara nga administrata amerikane. Ndonse jo zyrtarisht, asnjëherë zyrtarisht nuk është diskutuar, por kanë qenë të diskutuara në koluare edhe në pozicione shumë të rëndësishme. SBA-t kanë qenë përkrahasi, promovuesi më i fuqishëm i shtetësisë tonë, i shtetit tonë, i sovranitetit të Republikës së Kosovës, si një shoqëri multietnike. Domethënë, në ato negociata, kriteret bazë të panegociueshme nga ana jonë duhet të jetë integriteti territorial dhe sovraniteti. Sepse në momentin e parë që ne lejojmë që ato të bëhen temë e negociatave, rreziku është, me pas të drejtës ndërkombëtare, që ne vetë mund të fillojmë të heqim dorë nga sovraniteti dhe integriteti territorial. Kështu që nuk i frigona mundësisë së Kosovës të vendos kriteret bazë të përmirësimit të marrëdhënieve. Këto biseda edhe njëherë janë biseda të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të dy shteteve, shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Mirë po, në anën tjetër, gjithashtu duhet të gjejmë rrugë që dialogu me Serbinë për përmirësimin e marrëdhënieve midis dy shteteve të mos na parandaloj, të mos bëhet pengesë e proceseve që për neve janë shumë më me rëndësi, procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe procesit të integrimit në NATO. Ju keni parë materien dhe substancën e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sa shihni të mundshme që administrata Trump t'i përqafoj këto marrëveshje të arritura në të kaluarën, apo e shihni një perspektivë tjetër që mund të hapet një ide për një zgjidhje krejtësisht ndryshe në rrafshin e tregtisë që e quan ai, ose në një rrafsh business, siç e quajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Shehu? është pyetje shumë me vend, kushtim, faleminderit. Më varet nga aftësia jonë negociuese, nga pozicioni jonë negociues, nga mitësia jonë me administratën Trump. Kemi hyrë në një periudhë ku vendimet politike, strategjike, nuk janë më